Gjua greke është nëse i heq ato shtesat inflacionistes, janë us, is, es, as, os, që janë të greqishtes, heq ato dhe dalin gjitha fjalë gjuhës. Unë jam njeri i filozofisë dhe i gjuhës. Domethënë, unë nuk është se kam respekt shumë të veçantë për kombin shqiptar. Pile mendoj që kombi shqiptar ka shumë defekte, ka shumë probleme si në qeverisje, sepse kjo pasqyrohet. Kjo është reflektim për aktualitet. Po, unë e shikoj në konceptin filozofik, por unë nuk e ngatroj gjuhën me kombin shqiptar. Duhet dim që gjuha shqipe, një ndër merita e vetë me kombin shqiptar është që ka ruajtur këtë gjuhë, që është shumë origjinale. Dhe po të kishte ndodhur, për shembull, siç ka ndodhur në Greqi, që në kohët Greqisë vjetër ka pasur një ndërhyrje në gjuhë, dhe gjuha është kodifikuar me urdhër të Pisistratit, dhe është krijuar greqishtja e vjetër, që gjitha fjalëve me urdhër u krijua greqishtja e vjetër. Në shekullin e 6. Po prapë ju thoni që gjuha shqipe është nëna e gjuhës së vjetër greke. Po është sepse ka qenë gjuha shqipe primitive, mos e ngatrojmë me shqipen e sotme. Patjetër. Është një shqipe primitive ose ilirishte ose pellazishte. Si është kjo pellazishtja? Ngjan me ndonjë dialekt të shqipes sotme? Pellazishtja është pak a shumë, unë më ka rastisur të bisedoj me këto gjuhëtarët europianë, të Akademisë Sorbonës apo me Akademisë Belge. Informacionin për pellazishtën e jep Platoni, Aristoteli, dhe ka një moment aty që thotë që ne kemi ndryshuar, thotë, aq shumë gjuhën, saqë nuk ngjan shumë me gjuhën e parë. Që ishte gjuha akease. Ndërkohë që gjuhën akease ne e zbulojmë për herë të parë në stelën e Abidosit të Ramses III-shit për atë betejën e Kadeshit. Në Egypt. Dhe aty thuhet që Akeit, Shekelekët, që janë këto të Sicilisë, Ligët, që janë Ligurët, dhe Shardanët, që janë tre fise, Ardianët, Dardanët dhe Sardanët, thotë ishin popujt e detit dhe bën luftë për krah hititëve, sepse flishin pak a shumë një gjuhë të ngjashme, kundër Ramsesit. Dhe fituan dhe luftën, por Ramsesi për arsye politike, kur u kthye në Egjipt për të mos humbur fronin, tha e fitova. Por e thuaj që gjuha shqipe... Aty kemi një dokument shumë pastër mbi ekzistencën e gjuhë ilire, sepse dhe Akeit futen në grupin e popujve ilir. Domethënë Akeit janë pellazgët pak a shumë që janë jetuar në Greqinë e sotme dhe në zonën e Epirit. Del që ata kanë qenë ilir dhe që kanë luftuar bashkë. Si del që kanë qenë ilir? Del që kanë qenë ilirë sepse egjiptianët në kohën që egjiptianët kanë shkruar dokumentin nuk flasin për fise greke. Grekët janë një krijim i mëvonshëm që është krijuar si rezultat që gjuha akease, ilire, u mor dhe u modifikua, u bë një gjuhë zyrtare, ndërhyn gjuhëtarët e ndryshëm dhe e modifikuan gjuhën me